Territori i Kosovës për datën 26 nëntor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme me rreshje shiu të her pas hershme dhe vranësira. Paraditja do të shoqërohet me rreshje në shumicën e qyteteve, ndërsa pasditja sjell përmirësim të lehtë të kushteve atmosferike në perëndim. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 13 gradë Celsius në ulësira. Era do të fryjë nga drejtimi jug-perëndimor me shpejtësi 3 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 26 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët, rreth 1. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 26 nëntor do të jetë në orën 6:33 minuta, ndërsa perëndimi në orën 16:12 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica 6 deri në 12 gradë Celsius. Podujev 3 deri në 11 gradë Celsius. Skënderaj 5 deri në 12 gradë Celsius. Pej 6 deri në 11 gradë Celsius. Prishtinë 4 deri në 12 gradë Celsius. Gjakov 7 deri në 13 gradë Celsius. Malishev 5 deri në 13 gradë Celsius. Gjilan 6 deri në 12 gradë Celsius. Ferizaj 6 deri në 12 gradë Celsius. Kaçanik 7 deri në 11 gradë Celsius. Suhare 6 deri në 13 gradë Celsius. Prizren 7 deri në 13 gradë Celsius.